Lavdhi dhe falenderimi janë për Allahun xhalla shanuhu. Atë falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun xhalla shanuhu që të na mbrojë prej të këqijave të veprave tona dhe të vetvetes tonë. Atë njeri të cilin Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush që mund ta humbë. Ndërsa ai i cili e meriton devijimin pas udhëzimit, nuk ka kush që mund ta udhëzon përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me merit përveç Allahu xhalla shanuhu. Gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahu xhalla shanuhu, Kurani, ndërsa udhëzimi më i mirë është suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje në fe është bidat. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje fundi i saj është zjarri i xhehenemit. Të nderuar besimtar, Allahu na drejtohet në Kur'an dhe na këshillon duke thënë: O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Allahun ashtu si i takon atij, dhe mos pranoni që të vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Të nderuar besimtar, prej pikave dhe gjërave më të rëndësishme në jetën e njerëzit, në jetën e besimtarit, është edhe at-tawakkul, mbështetja në Allahun xhalla shanuhu. Çka nuk kuptojmë me mbështetja në Allahun xhalla shanuhu? Nëse njeriu besimtari vendos me e bën një punë, çka do qoftë ajo, e dunjas apo e ahiretit, atëherë njeriu duhet me mbështet në Allahun xhalla shanuhu dhe me kërku ndihmë prej Allahut xhalla shanuhu. Por mbështetja në Allahun xhalla shanuhu nuk është e plotë, përveç se nëse paraprakisht njeriu i merr sebepët e duhura. Pra, edhe duhet të merren sebepët, edhe duhet njeriu më mbështet te Allahu xhalla shanuhu. Allahu na thot në Kur'an: "Fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah." E kur të vendosësh për diçka, atëherë mbështetu Allahut. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Me të vërtetë, Allahu i do ata njerëz të cilët i mbështeten atij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na thot: Wallahi, si kur ju të i mbështeteni Allahut ashtu siç duhet, me mbështetje të plot, Allahu do ju furnizon të ju ashtu siç i furnizon zogun. A nuk e keni vrejt se si zogu del në mëngjes nga foleja e tij i uritur dhe kthehet në mbrëmje i ngopur? Të nderuar besimtar, kush mbështetet në Allahun xhalla shanuhu, Allahu xhalla shanuhu i jep zgjidhje atij nga problemet. Çdo problem që e godet njeriu, çdo fatkeqësi apo çdo bela, gjithmonë është një derë e hapur te Allahu xhalla shanuhu. Allahu thot në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." E kush i friksohet Allahu xhalla shanuhu, Allahu i bën rrugdalje atij. Pra Allahu ja lehtëson ato brenga që i ka dhe ato probleme që i ka. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot: "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe e furnizon, i jep rrezik prej kaçajon që nuk e pret hiç. Pastaj thot Allahu: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." E kush mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton atij. Pra, nëse me të vërtetë je mbështet në Allahun, mos mendo që ki nevojë me mbështetë dikush tjetër. Mirë për neve nëse mendojmë që me mbështetë pasunia jonë tek familja apo tek njerëzit, ka më na von kjo përparësi ndaj mbështetjes në Allahun xhalla shanuhu. Abdullah ibn Abbas, një prej sahabive më të mëdhej, e transmeton një hadith dhe thot: Isha prapa të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe më tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." O djalosh, unë po t'i mësoj ty disa fjalë. Ihfazillaha yahfazuk. Ruaj Allahun, Allahu të ruan ty. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, do ta kesh pran teje. Idha sa'alta shay'an fas'alillah. Nëse kërkon diçka, nëse ki nevojë me lyp diçka, atëherë lypi Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. E nëse kërkon ndihmë, atëherë kërkon ndihmë vetëm prej Allahut. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'
lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dhe dije se nëse i tërë njerëzimi të mbledhen për me të bërë diçka dobi ty, nuk mujnë me të bërë dobi përveç se çasaj që ka shkruar Allahu për ty. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk. Gjithashtu nëse i tërë njerëzimi mbledhen për me të bërë diçka keq ty, nuk mujnë me të bërë përveç se çato që ka shkruajt Allahu kundër teje. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Janë ngritur lapsat, pra janë shkruar caktimet dhe janë tha fletët. Të nderuar besimtar, nëse ne mbështetemi sinqerisht tek Allahu xhalla shanu, ai do të na mjaftoj. Kujtoni rastin e Ibrahimit alayhis salam, kur donin ta hudhnin në zjarr. Edhe në ato momente të vështira, Ibrahimi alayhis salam nuk e lëkundi besimin dhe mbështetjen e tij që e pa tek Allahu xhalla shanu. Madje prej çuditërave të kësaj ngjarje është se Allahu e dërgoi Xhibrilin alayhis salam te pejgamberi i tij, te Ibrahimi, dhe i tha Xhibrili alayhis salam, a ke nevojë për diçka? Në çfarë momenti të vështirë, çka ja kthen Ibrahimi alayhis salam? I thot, sa të përket ty ju, a për Allahun po, kam nevojë. Edhe në këtë moment Allahu nuk e la Ibrahimin alayhis salam u djeg. Pse? Për shkak të mbështetjes madhe që e ka pasur te Allahu xhalla shanuhu. Gjithashtu kujton në rastin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur shkoi për mu mshef në shpellë, po e kërkonin mushrikët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i fshehur në shpellë me Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dhe Abu Bakri radhiyallahu anhu filloi me utut, por filloi me utut për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, jo për veten e tij, sepse Abu Bakri radhiyallahu anhu ka sakrifikuar gjithçka vetëm për mos më ndohë kur gjë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e lëkundi mbështetjen e tij në Allahun dhe i tha Abu Bakrit radhiyallahu anhu, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u dëshpëro, mos u mërzit, sepse me të vërtetë Allahu është me neve. Gjithashtu prej rasteve më frymëzuese dhe më madhështore është edhe rasti i Musës alayhis salam, kur ishte përballë detit me popullin e tij, ndërsa pas tyre ishte Firauni zullumçar me ushtrinë e tij. Në këto momente Musa alayhis salam nuk e lëkundi edhe ky pejgamberi i Allahut mbështetjen e tij në Allahun, ndërsa populli i tij u friksuan dhe Allahu e ka përmend këtë ngjarje në Kur'an ku thot: "Falamma tara al-jam'an", kur u takuan dy grupet, pra populli i Musës alayhis salam dhe ushtria e Firaunit, qala ashabu Musa inna lamudrakun, than shokët e Musës alayhis salam, na nxuni Firauni. Ndërsa shka i këthen Musa a.s. i thët, qala kalla, a i tha, kurse si, asë si, nuk ka mundësi, inna ma'i rabbi se jehdin, me të vërtet me mua është Zoti im, a i do të më udhëzon mua. Gjithashtu të nderuar besimtar, duhet të dim se neve nuk na godet asgjë prej fatkeqësive apo prej të mirave të botës, përveç se Allahu atë e ka shkruar për ne. Thot Allahu në Kur'an, Kull la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, neve do të na godet asgjë përveç se asaj që ka shkruar Allahu për ne. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ai është Zoti ynë dhe te Allahu le të mbështeten besimtarët. Gjithashtu të nderuar besimtar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: secilit njeri që është krijuar, para se me lind ju ka mbledhur krijimi i tij në barkun e nënës për 40 ditë. Pastaj është bërë në një copë gjaku për po aq ditë. Pastaj është bërë në një copë mishi për aq ditë të njëjta. Dhe pastaj Allahu e ka dërguar një melek me ja fry shpirtin dhe u urdhëru ky melek nga Allahu xhalla shanuhu me ja shkruajt 4 gjona. Senin e parë me ja shkruajtën rrezikun, sa ka me fituar, sa ka me harxhu. Senin e dytë vdekjen, ditën dhe momentin e vdekjes. Pastaj e ka urdhëruar Allahu me ja shkruajt veprën dhe pastaj me shkruajt sa do të jetë prej njerëzve të mjeruar apo prej atyre të lumtur. Në një transmetim tjetër e pyetën sahabët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë: Ja Rasulallah, atë mbështetemi të ajo që është shkruar për ne dhe mos punojmë vepra të mira? I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Jo, asesi, sepse njeriu i bëhet e lehtë ajo për të cilën është krijuar. Pra na jemi kriju për me adhuru Allahun xhalla shanuhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, thot Allahu. Nuk i kam krijuar
as njerëzit e as gjinët për as gjë tjetër përveç se të më adhurojnë mua. Pra kur ti e merr seriozisht dhe mbështetesh te Allahu, Allahu do ta lehtëson adhurimin. Transmetohet nga Ibn Abbasi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mu shfaqen mu popujt para neve." Dhe e shikova një pejgamber, i kishte vetëm disa pasues të tij. Pastaj e shikova një pejgamber tjetër, i kishte vetëm 2 pasues. Pastaj shikova një pejgamber, nuk kishte asnjë pasues. Pra asnjë ndjekës që i kanë besuar në misionin e tij. Dhe pastaj e pash një turm të madhe njerëzish dhe thash se ky është umeti im. Por më thanë ju, ky është umeti i Musës alayhi salam dhe atyre që e kanë ndjekur. Pas pak mu shfaq një turm akoma më e madhe. Dhe më thanë ky është umeti yt. Dhe prej qëti umeti kanë me hi 70.000 njerëz pa u dënu dhe pa dhonë llogari në xhenet. Dhe u zgju Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi e kallzoi këtë rast, sahabët filluan të pyesnin: kush janë këta njerëz që do të hyjnë në xhenet, 70.000 njerëz në xhenet pa u marrë në llogari? Disa sahabë thanë, këta janë ata të cilët e kanë shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra sahabët. Disa tjerë thanë jo, këta 70.000 njerëz që kanë me hyrë në xhenet pa u llogaritur dhe pa u dënuar, kanë me qenë ata fëmijë që kanë lënë musliman dhe nuk i kanë bërë shirk Allahut kurrë. Dhe pas pak dul Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej shtëpisë tij edhe e pyetën sahabët. I thanë, kush do të jenë këta 70.000 njerëz që kanë me hyrë në xhenet pa dhënë llogari dhe pa u dënuar fare? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ata që i kanë këto 4 gjëra. E para, ata të cilët nuk kërkojnë prej tjerëve që me ju bën rukje. Pra njerëzit të cilët nuk kërkojnë nga të tjerët me ju bën rukje. Ata të cilët nuk shërohen me të djegur. Ata të cilët nuk i besojnë shenjave oguri dhe ata të cilët mbështeten në Allahun. Pra ata njerëz të cilët mbështeten në Allahun sinqerisht është prej shkaqeve që ti me hin në xhenet inshallah prej këtyre 70.000 njerëzve pa u llogaritur fare dhe pa u dënuar as pak. Sheikhul Islam Ibn Taymija, një prej dietarëve të mëdhaj të Islamit, thotë: ai që mbështetet te Allahu dhe e njeh Allahun nuk i friksohet kurrë dynjas dhe nuk i friksohet kurrë njerëzve dhe ai shpreson gjithmonë tek Allahu dhe çdo gjë që e godet atë, ai është i qetësuar dhe e dorëzon çështjen e tij tek Allahu. Ndërsa Hasan el-Basriu thotë: kush mbështetet te Allahu nuk do të humbë kurrë, ndërsa ai i cili mbështetet te njerëzit është i humbur, edhe nëse të gjithë njerëzit e përkrahin atë. Të nderuar besimtar, duhet të mbështetemi vetëm tek Allahu xhalla shanuhu dhe mos të hutohemi e të mendojmë me u mbështetë te forca jon apo te suksesi jon. Suksesi dhe çdo gjë vjen vetëm prej Allahut, as prej familjes, as prej shokëve dhe as prej kërkuj. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "I yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Nëse ju ndihmon Allahu, atëherë kush mund ju poshtë juve? "Wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di." Mirë po nëse Allahu nuk ju ndihmon, atëherë kush ka më ju ndihmu? Kush ka më ju ndihmu tjetër? "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Dhe vetëm te Allahu le të mbështeten ata të cilët besojnë. E lutim Allahun xhalla shanu që të na bëj prej atyre të cilët mbështetemi te Allahu sinqerisht. E lutim Allahun që të na bëj të sinqert në adhurimet tona dhe në dijen të cilën na marrim për hir të Allahut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.